Kryebashkiaku i Himarës Vangjel Tavo ka pezulluar nga detyra 5 punonësit e IMT-s mëngjesin e kësaj të hëne. Shkak për këtë janë bërë konstatimi i disa objekteve pa leje të ndërtuara në zonën e Drimadhës, të Dërmiut, por edhe të Jalës. Lidhur me këtë, mbrëmjen e së dielës, fadromat e IKMT-s janë zhvendosur në Himar, ku kanë prishur 4 objekte pa leje në Jalë, të cilët shërbenin si shtëpi pushimi, ndërkohë që mëngjesin e së hënës fadromat e IKMT-s kanë prishur edhe 5 objekte të ndërtuara pa leje në Dërmi, ndërkohë që aksioni do të vijojë edhe pas ditën e së hënës deri në përfundimin dhe shëmbjen e të gjithë objekteve të cilët janë konstatuar pa leje. Kryebashkiaku i Himarës Vangjel Tavo ka pezulluar nga detyra mëngjesin e sotëm 5 punojësit e Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit në Himar. Burime bëjnë me dije se shkak për këtë vendim është bërë lejimi i një sër ndërtimesh dhe objektesh pa leje në Drimadhe, Jalë dhe Dërmi. Lidhur me këtë, para disa ditësh pati edhe disa procedime. Mbrëmjen e së dielës në orën 20 mësohet se IKMT prishi 4 struktura në Jalë, të cilat kanë qenë pa leje dhe nuk ka pasur kundërshtime. Ndërkohë që sot në Dërmi ka nisur puna për prishjen e 5 objekteve të tjera. Sipas informacioneve, kishte nisur ndërtimi i kapanoneve që do të shërbenin për mbajtjen e materialeve për ndërtimet që do të bëheshin më pas.